Mbledhja të ardhurave vendore në Bashkinë Këlcur ka shënuar një progres gjatë muajve të parë të këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare, është arkëtuar rreth 53% e detyrimeve nga familjarët dhe bizneset, një tregues që sipas Leonora Jakupit, përgjegjëse e tatim taksave, pasqyron efektin e masave të ndërmarra për rritjen e nivelit të pagesave. Debit janë kryesisht tek tokat dhe familjet. Masat që kemi marrë janë kemi shkuar biznes me biznes, u kemi dërguar njoftime, kemi bërë akt konstatime, kemi bërë njoftime. Jakupi bën të ditur gjithashtu se për një pjesë të bizneseve janë ofruar edhe lehtësira me synim për të krijuar mundësitë më të favorshme për likuidimin e detyrimeve dhe për të nxitur rritjen e nivelit të arkëtimeve. Saj të ligjit që doli për faljen e detyrimeve, shumë biznese kanë patur interes dhe kanë ardhur dhe i kanë shlyer të gjitha detyrimet brenda afatit të caktuar. Janë falur kryesisht nga 2014 dhe para dhe nga 2015 deri në 2019, kush i paguante brenda datës 30/06/2026, paguante 50%. U bëjmë apel që të vinë sa më shpejt që të shlyejnë edhe atë pjesë detyrimesh që u kanë mbetur. Burime pranë Bashkisë Këlcur bëjnë me dije se krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rezultatet në mbledhjen e të ardhurave janë përmirësuar si për detyrimet familjare, ashtu dhe për ato të bizneseve. Bashkia synon që deri në fund të vitit të rrisë më tej nivelin e arkëtimeve, duke vijuar zbatimin e masave administrative dhe bashkëpunimin me tatimpaguesit.